Zekati. Disa herë në Kur'anin familjartë dhe në disa ajete e sure të ndryshme në është bërë e qartë në mënyrë të prerë dhe qartazi se dhënia e zakatit është obligim dhe farz, siç njihet në terminologjinë fetare, dhe në një prej këtyre ajeteve Zoti fuqiplot thotë: merr nga pasuria e tyre zakatin që ti pastrosh ata dhe t'u begatosh pasurinë atyre. Po ashtu edhe në hadithet e Muhamedit alayhi salatu wassalam, në disa hadithe, në mënyrë të prerë dhe qartazi na është bërë me dije se zakati pra është obligim, edhe jo vetëm obligim, por është yll dhe kondit e fesë. E rëndom, ai njeri i cili respekton konditat dhe shtyllat e fesë, meriton të quhet fetar i mirëfillt, dhe ai i cili nuk i respekton këto, jep të kuptohet se ka përgjegjësi para Zotit fuqiplot. Nga se Zoti në një ajet kuranor thotë: ata të cilët e grumbullojnë arin dhe argjendin e nuk e japin zakatin e tyre, ju tregon atyre se për ta do të ketë një dënim të dhëmshëm. Nga ky ibadet synohen përfitime, urtësi dhe dobi të shumta. Ndërto është edhe vetë çështja e atij personit i cili jep zakatin, e që në rëndom na formohet një besimtar me disa virtyte të mira që duhet të ketë, larg kooperacisë, larg egos, larg dashurisë të tepruar të tij për pasuri, larg robërimit të vetvetes së tij në çështje materiale, dhe në anën edhe të atij që e merr ka përfitime, nga se edhe ai përveç që plotësohet i nevojë materiale të tij, në të njëjtën kohë ai edhe e fiton një simpati dhe një dashuri edhe për pasurinë e vllaut të tij besimtar, e kurse si nuk e xhelozon atij që ka, sepse me shtimin e pasurisë së tjetrit përfiton edhe vetë i varfri. Mirë po, ky ibadet nuk bie mbi supet e atyre të cilët nuk i kanë plotësuar kushtet, ose nuk i kanë mundësitë për ta kryer këtë adhurim. Për këtë arsye dhe juristët islam kanë thënë se çdo person i cili plotëson këto kushte, ai e ka edhe obligim për ta dhënë zakatin. Ndër ato kushte janë që ta arrini nisabin ose kuotën e caktuar, e që është tjetë vlera e pasurisë së tij mbi vlerën e 85 gram ari me matjen tonë bashkëkohore. Po ashtu ajo pasuri të kaloj një vit nga arritja e nisabit, nga se zakonisht një herë një vit nuk është as tërë ngarkesë për ata cilët kanë mundësi me dhonë zakatin, që të dhonë një përqindje të vogël të asaj pasurie. Po ashtu edhe kërkohet që të jetë të pritës nga nevojat elementare të atij njeriu. Pra mos të ketë nevojë për vendbanim, mos të ketë nevojë për gjëra ushqimore, mos të ketë nevojë për shkollimin e fëmijëve e të ngjashme. Gjithashtu duhet të jetë pra të pritës nga nevojat e tij elementare dhe të jetë e pastër nga borxhet e njerëzve në to. Nga se nëse ai person ka borxhe, fillimisht duhet ta eliminoj borxhin e tij e pastaj ta eliminoj borxhin që e ka në raport me Zotin fuqiplot. Pra ata persona të cilat i plotësojnë këto kushte e kanë obligim, duke shtuar edhe kushtin e fundit që kanë përmend dietarët, e se të jetë pasuri profitabile ose fitimprurse, nga se nëse ajo pasuri nuk është profitabile ose nuk është fitimprurse, atëherë dhënia e zakatit do të ngarkonte atë person për mbajtjen e asaj pasurie. E pasuria që shkon duke u shtuar dhe duke u rritur, edhe nëse jepet diçka prej saj, atëherë ndëm nuk do të jetë stër ngarkesë për besimtarët. Mallrat në të cilat obligohet zakati janë zakatin e ari në argjend apo në kartmonedha në valutat e sodit që ne i përdorim, pastaj zakatin e mallrat të tregtisë, zakatin e fruta dhe të mbjellura, zakatin e shtazet të buta shtëpiake, po ashtu edhe zakatin e të ardhurat nga fabrikat, punëtorit, industria, qiratet ndryshme që sot njerëzit punojnë
me artizanate dhe profesionet të ndryshme, e që normal për secilën juristët islam kanë dhënë mendimet e tyre se si duhet të jepet. Sa i përket orit dhe argjentit, çdo person i cili plotson kushtet paraprake që i përmenum, pra të arrijë nisabin e caktuar 85 gram, të jetë ori i pastër, të kalojë një vit, të prit nga nevojat elementare të jetës së tij, ai e jep 2.5% ose 1/40 e asaj pasurie. Po ashtu edhe tek argjenti japet 2.5%, nëse argjenti e arrin në nisabin 600 gram me motje tonë bashkëkohore. Gjithashtu edhe duhet të japet zakati edhe në mollrat të tregtisë. Tregtarët duhet ta kenë parasysh se vetëm e bekojnë pasurinë e tyre, edhe Zoti i Madhërisht do t'u japë edhe më shumë bereqet atyre kur ata e pastrojnë pasurinë nga hakujt e varfërve dhe skamnorëve. Tregohet se një sahabi Sumretu bin Gjundub radiallahu ta'ala anhu thoshte, pejgamberi alayhi salatu wassalam na obligon të ta japim zakatin në çdo pasuri të cilën e përgatitëm për shitblerje, pra për mall të tregtisë. Mirë po malli i tregtisë kërkohet pra që të krahasohet me orin dhe argjentit, nëse vlera e tij është 85 gram, japet 2.5% e tij. Po ashtu edhe të shtazët japet tek ai person ose ai fermer i cili numrin e krerëve të lopëve ka për shembull mbi 30 ose numrin e deleve ka mbi 40, e ka obligim që të jap zakatin e tyre. Gjithashtu, sa përfund e kisha përmend edhe të ardhurat personale që janë qoftë prej qerave të ndryshme, qoftë prej pagave të ndryshme, qoftë prej punëtorive, prodhimtarisë e gjërave të tjera, të cilat po ashtu shumica e juristëve islam mendojnë se duhet të krahasohen me orë dhe argjent, dhe nëse vlera e tyre arrin në 85 gram, japet 2.5% e saj. Gjithashtu edhe të mbjellura dhe fruta. Të gjithë ata bësh dhe fermer të cilët kanë fitim nga të mbjellurat dhe frutat duhet të japin zakatin e tyre, nga se Zoti në Kur'an Kerim na ka thënë se jepni zakatin atë ditë kur i vjelni apo i korni ato. Andaj dhe duhet të japim zakatin, nëse ujitet me mend njerëzor japet 5%, e nëse ujitet nga shiu jo me mend njerëzor japet 10%. Dietarët bashkëkohor edhe këtu kanë thënë se bujku në këtë rast duhet të hiq shpenzimet e tij që i ka bërë në mbjelljen e asaj toke, edhe vetëm në atë pjesë që është fitimi i saj të jap pro 5% ose 10% të saj. Se ku duhet të japet zakatin ka sqaruar Zoti fuqiplot në kapitullin e Teube, në ajetin 60 të saj, ku thotë se vërtet zakati dhe sadakaja duhet të japen për të varfrit. E varfër në jurisprudencën islame konsiderohet ai njeri që pasuria e tij nuk e arrin vlerën e 85 gram arit. Pastaj i numëron të vobektit ose të ngratit e që janë në gjendje më të rëndësishme të varfrit, për të përfituar zemrat e njerëzve që juristët islam mendojnë se kjo kategori tani nuk është aktive. Gjithashtu Zoti fuqiplot e ka numëruar edhe kategorinë atyre njerëzve që janë të zhytur në borxhe dhe në hallet e borxheve e që rëndëm është shpërblim që t'i ndihmojmë ata. Pastaj edhe ka përmend Zoti fuqiplot për lirimin e robërve. E vrem se Islami i ka dhënë rëndësi shumë të madhe lirisë së njeriut, edhe për atë arsye dhe përmes zakatit dhe disa shpagimeve apo kefareteve që ndohen, që quhen në fikun islam, ka urdhëruar që të lirohen ata njerëz të cilët janë robër. Pastaj ka përmend edhe kategorinë në rrugën e Zotit fuqiplot, e që pa dyshim është kategoria më shumë përfshirëse dhe më e gjerë në aspektin se ku duhet të japet zakati, dhe në fund e ka përmend edhe udhëtarin i cili është duke udhëtuar dhe mbetet pa të mira materiale. Për fund, kisha thonë se kompetent për mbledhjen e zakatit dhe sadakatul fitrit tek ne në Kosovë është Bashkësia Islame, për shkak se zakati është obligim fetar dhe institucioni që merret me çështjet e fesë dhe parimet fetare është Bashkësia Islame e Kosovës tek ne, dhe zakati zakonisht pra jepet edhe por në rrugën e Zotit fuqiplot, siç u përmend në ajet kuranor, Imam Merginoni, një prej dietarëve të mëdhëbit Hanefi, mendon se
Në rrugën e Zotit fuqiplot pa dyshim janë studentët dhe shkollarët e fesë, e të cilët mundohen të përgatiten dhe të bëhen kuadra për t'u shpjeguar njerëzve atë që është e drejtë, atë që është halal, atë që është haram, atë që është farz e kështu me radhë. Andaj pa pikë dyshimi se kjo çështje bie mbi supet e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës.